të pranuar. Se ne shpesh herë të e përsëritnin, që këtë gjamisën për mujnë atë majnë rregull. Si cili prej neve duhet kur të vije në gjami të ketë ma shumë derë të apun pranuat gjëmojën, a shkova të fali gjëmojën. Nëse e kena dert, kur vina në gjami, e kena gjëmojën të pranuar, a shkova unë e fala gjëmojën. Jo se shkova unë në haqë, nuk është zorë më ardhë në gjami, as nuk është zorë me shku në haqë. Po është interesant me konë haqi i vërtet, namazli i vërtet, ka kena dert kur vina në gjami, a jenë pregadit që Allahu Dhul Gjelal ma pranon që këtë namaz. Këtë dert duhet ta kena, se herë të vina në gjami, se herë të falmi, duhet ta kena dert, po dalë para Zotit, qish po dalë para Zotit? A do të ma pranon Zotit këtë ibadet? Tash mujtet me thonë dikush, po pse s'ma pranon Zotit? Se Zotit nuk e pranon jashtë se ajo e cila bëhet me dëshirë dhe vullnet të pastër për Allah. Ne duhet pasrojna një jetin gjithë shka rreth neve, kur vina në adhurimin Allahu Dhul Gjelal, se Zotit s'është nevojtar për neve. Ne jemna nevojtar për Allahu Dhul Gjelal.